Njohëm me një fondacion në Elbasan, dashuruan me intuitën, me zemën, me mendje. Edhe bashorti me i verbë. Dhe vaj dhe babaj nuk ishin dakord. Për linda djalin. Nëna më e lumtur ishte. Edhe se shikoja djalin, po e prekja i bëja shërbim sa kisha mundësi. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim u do hap dritaren për një nën nga Cerriku Elbasanit. Ajo është 54 vjeç dhe quhet Afrodita Alushi, e cila fatkeqësisht humbi shikimin e saj kur ishte fëmijë klasë 4. Ajo sot këtu në këtë live me Odetën do t'rregojë jetën e saj, sakrificat, si ndoqi studimet, si u dashurua, historinë e saj të dashurisë, një histori shumë të bukur, si u dashurua me babain e djalit të saj në një qendër të verbësh në qytetin e Elbasanit, dhe se si sot e ka humbur bashortin nga kjo jetë. Unë do hap dritaren dhe ftoj me njëherë 54 vjeçaren. E dashura Afrodita, përshëndetje. Përshëndetje, sa. Ju më keni telefonuar dhe keni kërkuar që të hynin këtu në live me Odetën për të denoncuar problemin që ju keni. Ju jeni një nën, një grua që fatkeqësisht jeni totalisht e verbër dhe keni humbur shikimin tuaj. Mua më vjen keq që ke humbur dritën e syve. Më vjen keq që ti nuk mund të shikosh dhe është hera e parë që unë bëj një live me një grua që nuk arrin dot të më shikojë në sy. Çfarë ka ndodhur me syt tuaj? Çfarë ka ndodhur me mua? Në shikimi im ka ikur pothuajse që në fillore. Sa vjeç keni qenë? Që klasë 4 shikimi. Ke qenë klasë 4 kur ti humbe komplet shikimin? Po. Bëra shkollën ashtu si bëra 8 vjeçare në vështirësi. Nuk munda dola në shkolla, doja të bëja gjimnazin, nuk mundesha donë të bëja gjimnazin, u rritëm në vështirësira me... Pastaj në 2007 më dhajnë u dha mundësia, u dashurova me një fondacion, aty u martuam në 2007. E dashura Afrodita, nëna dhe motrat janë kujdesur për ty kur ti ke qenë vetëm një fëmijë që fatkeqësisht humbe shikimin. Po. Si ka qenë jetesa juaj? Ndoshta është e vështirë të kujtosh të shkuarën, një fëmijë i vogël që shkonte në shkollë dhe nuk shikonte sakrificat që ti ke bërë. Jetesa është shumë e vështirësira. Mirë se po në dini dhe probleme tjera, pastaj jo veshkat, jo se kam kalu smundje të rënd, jo nervi, jo gjatë, dhe kam shumë probleme, edhe në trup. Probleme nervore, probleme veshka, në stresin, në anksin, në... Por mjekët çfarë i thanë ato kohë? Domethënë çfarë problemi patët ju që e humbët totalisht 100% shikimin? Po kishte qenë forësh një vjeç e gjysëm, ka kalu smundjen e rënd që thohet të fëmijëve. Temperaturë të lartë, dhe temperaturë lartë ka goditur nervin, komplet nervin e trupit dhe tensioni lartë në sy pas. Glaukom, e rënd. Por gjithsesi, me shumë vështirësi, familja u kujdes për ty dhe ti më tregove që në vitin 2007 krijove familjen tënde dhe u martove. Po. E dashur Afrodita, mund të pyes si u njohë me bashkëshortin? U njohëm me një fondacion në Elbasan, drita e. Zoti e do Shqipërinë, edhe pritnin në për plazhat, na çonin ata, na i pagunin ata. I 5-6 vite, në 2007 pastaj u martuam. Me sa po kuptoj ti e bërë pjesë atij fondacioni? Pas 2 vitesh lindën një djalë. Por bashorti juaj ka pasur probleme dhe ai me shikimin? Se besoj ka qenë një fondacion... Edhe bashorti i verbër, po. Edhe bashorti me i verbër. Edhe ai totalisht i verbër? Po, dhe i verbër. Ju martua dhe kryuat familjen, por si ishte jeta juaj? Kush kujdes për ju? Jeta jonë ishte me kujdestarën, pastaj me punëtorë shtëpie, me 2 punëtorë. Më dashuruam, më martuam, si shta shumë. Jeta në vështirësira, edhe kur martuam me punëtorë shtëpie, si shtash.
Pra, dy ju punëtore. keni patur kujdestar. Ne kemi dokumente, një punon të këtu, që na shërbente. Në atë ditë, me punëtore, se nuk mund dot. Pra, ju keni pasur kujdestar, si ju dhe bashorti juaj. Po, Ka qenë një martesë që ju e bët me shumë dashuri, sepse rat dashuri me djalin në fjalë. po, dashuruan, po. Më lejon e dashur Afrodita të pyes pa të prekur nga ana emocionale. Çfarë do të thotë të dashurosh një person që mos ta shikosh asnjëherë, mos ta njohësh imazhin e tij? Jo, e njohëm, kishim 6 vite që u një bashkë. Që në 2001 dhe në 2007. Por ju nuk e shikonit atë. Jo, me intuitën, me kështu, me zemën, me mendje. Ti në kokën tënde ke krijuar një imazh për partnerin tënd, por fatkeqësisht që nuk e ke parë asnjëherë, as ai ty. Jo, nuk shikoj. Si ai dhe unë, që përshkruan vetëm, treguam familjar, kallët e njëri tjetrit edhe ashtu, e njëri tjetrit edhe Sa vite ram dakord të bëjmë martesën. Sa vite qëndrua të dashuruar? Të dashuruar, që u lidhën pastaj i vit. Po që u njohëm, në njohë 6 vjet. Ju bët një dasëm kur u martuat? Vëm një dasëm familjare, tu të bashorti. Në familjen e bashorti. Ti e veshur nuse, apo jo? Po, jam veshur nuse. Një nga kujtimet më të bukura që ruan, besoj. Po. Po familja juaj? Kam bërë. Po familja juaj si e pritin ato kohë martesën tuaj? Ishte dakord? Nëna dhe motrat, po, ishin dakord. Dhe vllai dhe babai nuk ishin dakord. Për shkak të problemit që ti kishe, ata nuk doni që ti të krijoje familje. Po, s'doni që të martoje. E dashur Afrodita, sa vjeç ke qenë kur u martove? Unë jam dalin e 70, kam qenë 37 vjeçë. 37 vjeç. Po. Po partneri juaj sa vjeç ka qenë? Partneri im ishte 55. 55 vjeç, ka qenë më i madh se ju. Po. Ndërkohë, mund të më tregosh për jetën bashkërtore. Pas dasmës, ju ndat, nuk jetuat me prindrit e tij? Jo. Nuk i kisha prindrit të bashortit, kisha vetëm 2 vëllezër të bashortit edhe 3 motra, ato ishin në emigrim motra. Jeton veç, familje tonë. E qartë, por e ke patur dhe mbështetjen e familjes së burrit. Po. Sa vite jetuat bashk? Jetuan 13 vite, pra pastaj u smur bashorti. Përpara se të dalim te sëmundja e bashkëshortit, dua të pyes për këto 13 vite martesë. Si kanë qenë? Besoj ti ke qenë gruaja më e lumtur. Po, ishim shumë të lumtur. Mund të më tregosh? Pas 2 vite martesë lindëm djalin. Në 2009. Erdhi në jetë djali. Po. Sa vjeç e keni djalin sot? Djali në mas, 16 mars ka mosh 15 vjeç. Dhe të ketë jetën e gjatë. Djali ka ndonjë problem me shëndetin e tij apo gëzon shëndet të plot? Djali kështu duke i mirë, po ka një problem të vogël në shikim, në sy. Një problem të vogël. I ka dalë një problem i vogël me shikimin. Po. Por që mjekët çfarë ju kanë thënë për djalin? Mjekët thonë që i ka sy të lodhur. Në të heqi telefonin të ashtu. Mos përdori telefon. Dhe kjo është e rëndësishme. Por besoj djali sot është mbështetja më e madhe për ty. Ai kujdeset për ty sot. Po, ai është drita syve të mirë, po. Si vjetë ka mëruar provimet e lirimit, klasën e 9. Doli me nota të mira. Diçka. E paske në mosh me djalin tim dhe djali im të vit kishte provimet e lirimit. Po. E dashur Afrodita, unë dua të pyes për ato 13 vite martesë. Çfarë kujton ti nga ato 13 vite me partnerin tënd që jeni dashuruar kaq shumë? U donim shumë me bashortin, dilnim në për festa, në për si ta shumë me i fondacion, ndihmonin ata, me shoqërus me vete, venim bëni pushime,
në Divjak, në Spillen, në Shëngjin, me fjalë në për plazhat, në për hotele. Momenti që mbete shtatzën, besoj si ju dhe i ndjeri, bashorti juaj, u bot prindit më të lumtur në botë. Po. Të kujtohet për para 15 viteve kur solle në jetë djalin dhe dëgjove zërin e tij. Për linda djalin? Po. Nëna më e lumtur isha. Edhe se shikoja djalin, po e prekja i bëja në shërbim sa kisha mundësi, veti, dash gjitë, 2 vjet dhe 2 muaj. Ndjesia e një nëne që fatkeqësisht ka humbur shikimin, nuk mund të shikojë djalin e saj që e sjell në jetë, por vetëm me të prekur dhe zërin, arrin të krijojë. Po kam dhe diçka që kam kujtesën e fortë. Ke kujtesën e fortë. Dhe unë dua të pyes, çfarë kujton ti nga ajo kohë? Çfarë kujton? Edhe djali pak, si gjithë fëmijët e tjerë, si gjithë foshnjët. Pati dhe ai pak vështirësira me shëndetin. Ishte një bronkit. E vizitoni, me koroni, me ashtu. Gjithsesi kur ku vajt në moshën 8 vjeç, kaloi, u përmirësua. Kujt i gjan, ty apo bashortit? Djali i gjan bashortit. Ai sot është në moshë madhore dhe kujdeset për ty, por unë besoj që ti i ke atë komunikimin e ngushtë nën djalë, që flet me djalin dhe gjithnjë me të prekur ti mundohesh të krijosh dhe imazhin e tij. Po, në vdiq bashorti para se kam ush 2 muaj, në 22 maj bashorti ka ndru jetë. Por çfarë ndodhi me bashortin që ai ka ndruar jetë? Bashortin ndeni 3 vite e gjysmë i paralizuar zemë. Në përva. I paralizuar. Po. Por kush kujdesej për të? Punëtore e shtëpisë edhe unë bashkë. Edhe djalli, gjithashtu. Kanë qenë momentet vështirë. Vëllezrit e tij, ai thonë në spital, vëllezrit e tij. Unë, vëllezrit me punëtore, përpiqeshin, me ndronin, me rregullonin, me lanin, me vishin. Po ai nuk pati punë, shërim. Gjithë kohë me ilaçe, të forta, 3-4 receta ilaçe, për rrëllim gjaku, për trombozën, për gjitha. Fatkeqësisht ti e ke humbur bashortin vetëm përpara disa kohëve. Në 22 maj të vitit. Kanë qenë momente të vështira. Po. Jam e zi akoma, po në shtëpi në vapa në kje mbaj. Po ndonjëherë zia nuk tregon asgjë. Ajo rroba e zezë është thjesht një traditë e shqiptarëve, por dhimbja është në zemër. Po, po. Largimi Nuk po qëndrohem. Nuk po qëndrohem, më kam shumë të vështirë. Më dhimbës në vujtje që pati, nga vujtje. Se imagjinoja, nuk e dija se në shpabesi që do bise si vjetë. Se dija. Largimi ti parakoshëm, padyshim të ka bërë të vuash. Po. Si janë ditët e tua sot, pa bashortin? Janë si dynja tjetër. Nuk jam fare mirë. Nuk jam mirë fare. Edhe gjatë që ishte bashorti se mu u trishtoja, u trembja, kush di sa herë, se më smurej natën në shuk. Dënve djalin prej gjumi që të kujdesëshim të 2 pasaj. Si është një ditë e jotja? Jam shumë atë. Urdo? Si është një ditë e jotja, Afrodita? Ti tashmë jeton vetëm me djalin. Tani më vërtet në shumë e errët. Dita e një. Është shumë e errët. Shumë e vështirë. Vjetë kam kalu një stres të jashtëzakonshëm, nervor. Doktori më tha që shtrosh spital, po për vështirësitë që kisha të bashortin tu dhe djalin, nuk u shtrova vjetë, në vitri. Mund të më tregosh sa zgjohesh në mëngjes, çfarë bën? Çom në mëngjes bëj punët e mia personale. Që është rutina jote, po? Në mëngjes. Pastaj vjen kujdestarja,
Si gjithë familje, tami mëngjes, pimi kafe, konsumojmë kafe, dalë me të më kujdestarën, blejmë ushqimet e ditës, që do bëjmë i drek, i gjë. Kthehemi në shtëpi, bëjmë gjëra, drekët. Punët e një gruaj, që i takoj. Por kur kujdestarja mbaron orarin dhe ikën, ti ngelesh e vetme në shtëpi? Kam djalin. Por sido që Me djalin. e qartë, është ai që kujdeset për ty. Por sido që të jetë, ty të bë vite në atë shtëpi dhe tashmë orientohesh lehtësisht në shtëpinë tënde. Po, në fillim kisha pak vështirësira, kur morëm shtëpinë, se kam njëtër 9 vjet me qera, pastaj arritëm që e kom shtëpinë tonë. Me ndihma, me borxhe, me kështu, e kam shtëpinë time. Tani. Dhe më vjen mirë që ke një banesë dhe jeton me djalin, por djali çfarë ju thot? Ai ka ëndra të vazhdoj shkollën e lartë, të largohet, të vi drejt Tiranës për të vazhduar studimet. Po. Në shtator fillon shkollën tjetër, sa do zgjedhje i gjimnaz apo profesionale. Djali. E kuptoj, ti nuk do ta pengosh djalin për studimet, por Jo, as pak. e ke menduar kush do qëndroj me ty? Po unë më duhet një kujdestar pak të në gjithë ditën, po nuk mundem, se ma vetëm duhet 280.000 lekë të vjetra tani. Nuk mundem, kujdestari do 300.000 që qëndroj gjithë. Pra, ti e ke shumë të nevojshme të kesh një kujdestare e cila do të rri nga mëngjesi deri në darkë, jo vetëm 8 orë të ditës. Po, të kem edhe, duhet të kem edhe natën, se nuk mundem të zgjoj djali, sa i ka nevojë që qetësor, të është akoma në rritje djali, më dhimbse që zgjoj nga gjumi, që shumë. Të kam nevojë. Ke folur me institucionet, ke bërë një kërkesë, ke kërkuar ndihmë? Ja, kjo është kërkesa pak, ke ty. Nuk e shkuar në asnjë institucion për të kërkuar ndihmë. Ja, pra, kjo është ndihma ime. Lekë e verbërisë, status i verbërisë. Tani shkova, më të ndroj jetë bashorti, ta nuk të takon për kraj, ato që keta. Djali të kaloj pensioni babait. Pastaj 100.000 lekë, 50%. Sa do bëj unë me 100.000 lekë të djalit, edhe me 280.000. Dhe paguj faturat, dhe paguj kujdestarën, dhe ushqej djalin, da shkolloj, apo ato ushqimet e gjërat, shpenzimet e familjes. Ndaj e dashura, për dita jemi së bashku në këtë live, unë po e dëgjoj zërin tuaj dhe i bashkohem mesazhit tuaj që të ndiqemi nga institucionet për të ndihmuar ty si një nënë e cila je verbër dhe nuk ke mundësinë ekonomike për të vazhduar jetesën, për të bërë një jetë normale ku të duhet një kujdestare. Ti po thuaj më duhet një kujdestare 24 orë, sepse e ke të pamundur. E vetme të vazhdosh kështu me një djalë që është vetëm 15 vjeç. E dashura Afrodita, unë dua në të momente të kujtoj të ndjerin bashortin tuaj. Nuk e di se çfarë kujton nga ai, kujtimet bukura që ti i ruan në zemrën tënde. Kujtimet e bukura që nuk kishim marrëdhënie të mirë familjare, kishim një familje të shëndetshme. Kujtimet bukura, bënim foto, dilnim, konsumonim kafe, drejt me bashortin, nëpër lokalin, nëpër hotelin. Ai ka qenë mbështetja jote më e madhe. Po, ajo ishte mbështetja ime, bashorti. Ma vjen keq që ke humbur nga ky jetë bashortin, por ruan ke plot kujtime të bukura nga ai. Po. Djali të pyet për babain? Edhe djali se priti mirë fare humjen e babait, është i stresuar, janë boshtat e mami, thot nuk vi dot në kuzhinë, thot, se në tani jam kuzhinë, do në kuzhinë, thot. Edhe korridore banë, thot. E dashura Afrodita, ti më telefonove se e ndjek emisionin tim? Po, e ndjek çdo ditë. Më dëgjon çdo ditë. Edhe tani e të pak, apo e fika. Më dëgjon çdo ditë. Po.
Dhe mua vjen keq që vetëm nëpërmjet zërit ti percepton fytyrat dhe imazhet e njerëzve. Po. Nëpërmjet zërit i njoh njerëzit. Edhe na hapat, kam një kujtesë të mirë deri tani. Nëpërmjet zërit tim mua si më percepton? Si të perceptoj ty, nëpërmjet imazhit. Po. Lok zez. Po. Ashtu jam origjinale. E dashura Afrodita, Po zema. nuk dua të mbaj gjatë në këtë live, por dua ta mbyll me një mesazh që ti drejtohesh gjithë institucioneve për atë ndihmë që ti e ke të domosdoshme dhe e ke nevojë etike. Kërkojnë ndihmë financiare, se nuk jam mirë dhe vetë na shëndeti. Dua të kurohem, se që vjetë doja të ushtroja, për nuk mundesha. Janë nëse mu në veshka, në reumatizma, vuj shumë, nga stomaku, kam problemet të mija dhe unë. Kam 4 vite, s'kam bërë një vizitë të rregullt për bashortit. Si që i merja lekët me borgje, pa borgje, dhe i plotsoja bashortit gjithë gjërat që i duheshin. Ilaçet gjithë me fjalë tjetesës. E dashur Afrodita, Zoti të dhënë forcë, të dhënë forcë Zoti, të dhënë jetë dhe unë uroj që zëri juaj të dëgjohet dhe gjitha kërkesat që ti shpreve në këtë live të dëgjohen nga institucionet, ju keni marrë statusin e të verbrit dhe padyshim që keni nevojë për një kujdestare e cila do të jetë 24 orë tek ju. Kështu që unë do bëj të pamundrën të të ndihmoj dhe të falenderoj. Kam nevojë për të vendosur dhe syrin. E kam hequr syrin e djathtë fare dhe syrin e majt ashtu e kam vrarë. Jam rrëzuar, kam dërmuar syrin e lavatrice. Kur ndodhi kjo ngjarje? Syrin e kam vrarë që kur isha në familje time. Dhe ke humbur syrin? Po, kam humbur tjepin, të djathtit. E kam hequr. E dashur Afrodita, vendosja e syrit me operacion nuk ka lidhje me shikimin. Ti e do nga ana estetike, jo se do të vi shikimi. Ana estetike, se na që e kam syrin e hequr gjithë mëngjesin e dashur gazetare ajo më rrjedh, më pullon syri. Ke probleme. Edhe bie brenda, më është bërë me infekcion. Po, kushtonte shumë shtrenjtë, 800 euro që para, ku ishte djali 3 vjeç, që para 12 vitesh. Tani janë rritur gjërat. Ban shumë shtrenjtë. Unë nuk mundem. Bëhet fjalë për një shumë që ti nuk arrin dot ta përballosh për të kryer këtë operacion. Po, nuk e vendos dot, nuk mundem. Uroj, sinqerisht Afrodita të bëhet më e mira. Pasi dëgjuam denoncimin e kësaj 54 vjeçare, Afrodita Alushi, dashur miq, një nën totalisht e verbër, e cila kërkoi ndihmë në këtë live. Në këtë moment unë do hap dritaren për motrën e saj, për zonjën Hike, e cila jeton vetëm pak kilometër larg motrës, dhe ajo na i mundsoi në këtë live që unë ta kisha zonjën Afrodita. Edhe ajo kërkon të ndërhyjë, të tregoj disa momente të trishta nga jeta e motrës, padyshim që ajo ka një mesazh. Hap dritaren në këtë momente për zonjën Hike. E dashurike, përshëndetje. Përshëndetje. E në fakt ditën e sotme në këtë live ti na i mundsove që unë të flisja me Afroditën, pasi ajo e ka të pamundur të përdori kamrat për shkak se nuk shikon. Po. Historia e motrës tuaj ishte histori shumë e dhimbshme. Po. Ajo që e vogël humbi shikimin. E humbi shikimin që në klasë 4. Ju jeni motra më e madhe apo më e vogël se Afrodita? Ne jemi gjitha 8 motra, unë jam motra e 3 në fundit. Të kujtohet momentet kur Afrodita ka humbur shikimin? Kam qenë e vogël, kam qenë e vogël me fjalë, po dëgjoja mama kur tregonte ato histori. Ka humbur shikimin duke bërë shumë me fjalë shkapa në punë me gjithat motrën që është qik ma madhe në kjo, është në Elbasana motra, edhe kjo atje kishte në në vend, nuk e nashë kësha nuk i do të mo. Ishte e thu komplet dynjaja. Dhe prej ati qasti? Edhe prej ati qasti motras ka parë më dritë në sy. Ka patur një jetë shumë vështirë.
Mund të më tregosh për jetën e Afroditës, ti je më në dieni se ajo. Ajo kishte të vështirë ta tregonte. Jetë shumë, nuk di që sa akos, shumë vështirë. Me njëri mrapa dhe si u martu këtu. 5 vjetë njëti motra vogël me fjallë që i rriti djalin. Pastaj motra vogël u martu i ku në Itali me bashkëshortin. Po pëtus pastaj muni një punëtore. Për gjatë ditës pa që ato njeri unë dhe natën tuja, se nuk orientohet dot. Për plasën na për tavolina, na për divane, kushe disa herë gjithë na konë. Ajo më tha që kishte dëmtuar syrin tek lavatriçja. Po, syrin e dëmtovi, atje ke shtëpia e babës, i ra koka lavatriçet. Kuptoj. Njëri shvije bori aperim kone e në verit e bom aperim një brazë nevën si duket ai i ka pri ato, i ka pre pjetë e shikimit. Edhe ja hoqën fara pastaj në syrja saj. Ju keni qenë mbështetja më e madhe, të 8 motrat keni qenë mbështetja më e madhe për Afroditën. Por Afrodita më tregoi që kur u dashurua me partnerin e saj që fatkeqësisht e ka humbur nga përjetë, babai dhe vëllezërit nuk ishin dakord. Ju si pritët? Edhe vllai nuk donte se ne jemi 8 motra dhe vlla kemi. Ai një vlla të vetëm, po? Vllai ose pyti na fëmijët. Motra madhe ndroi jetë po bën 8 vite, i mendimi dhe 7 motra kam dhe vllan. Por si e pritët martesën e Afroditës në atë kohë? U gëzuam me fjallë me krajë që kjo po krijon dhe një jetë re, po me krate dhe u dëshpëruam dhe më thënë se nuk me qësë ishte motra mirë në sytë. O boboqa dhe bojnë, qështë dhe bojnë, dhe vini fmi një, qështë dhe rrisin. Se ka shumë mjeta, ka shumë trapjeve dhe përpje dhe jeta. Pa dyshim, jeta është e vështirë, por çdo kënd. Jo për motrën tuaj që është dyfish e vështirë. Dhe mama me ka pasur i qik smur me tensione me zemër, e martovi se ja bodë me 100 lona Afroditën, kush do ta majtu ato ke shtëpia, edhe mama pastaj vendosi që ta martonte. Kjo kishte përqyrë një atje, dhe i shketi i vepër me fjaliste, po me anë fjalëve kështu ishin përqyrë, e u dashuru pastaj, i bom i dasën vogël tu, e shtëpia jeme nuk bom dasën, se ishim i qik gjendje shumë me fjallë dobet në financat. E kuptoj. Po buri tu i veshi i vellë, buri i dreket vogël dhe më thonë, lokale bon, familjerisht. Unë e kuptoj që sot pika jote e dobët është Afrodita, është motra. Po. Jeta e saj po bëhet akoma më e vështirë. Akoma më e vështirë. Me humbjen e bashkëshortit, ajo vërtet e ka shumë të vështirë. Jo, akoma për shumë e vështirë. Por nipi i cili është 15 vjeç, çfarë ju thot? Ai është rritur me 2 prindër të cilët faktikisht si çka ardhë kjo koha me fjalë djali, edhe djali ka e qitë vështirë me fjalë kur prindin për shembull e shef si baban e pati gjenat vjetra me ka shu dhe nënën e ka dhe djali qitë vështirë me fjalë dhe djali është shumë i dëshpëruar me fjalë. Por sido që ti jetë ajo është nëna e ti. Po. Pastaj e qire këtë adolescent edhe ta fmit e soqëm qopi njëri tjetrin, e nuk do t'jam di me fjalë që qa gjendje o shtëpia, motrës i ku bashkëshorti e thonë se oj ma u me qik gjendja, nuk i kupton me fjalë akoma në gjorat. E dinte që i ku jate dhe u rëkullu gjendja, e i ku po i moj qka i pati moj gjitha me vete. Sa i meti pak shumë e fjalë financë, sa i meti 2 lloj pensionesh. E motra i merr vetëm 280.000 lekë vjetra, kësaj nuk i mjaftojnë, se 150 i donë ajo, 300 i donë ajo me fjalë punëtorja. Kujdestarja që kujdeset për të. Po, kujdestarja. Por pse, motra nuk ka përfituar kujdestare nga kempi? Si kujdestarja e motrës, i bëjmë të letrat e shoqërusit jam une. Po kujdestarja që rinë tuk e motra me fjala e kërkon për ditët më një rogën, kjo shketa s'ka t'i japi. Sa ish mundet se 280.000 lekë vjetra me.
Ju sa larg jetoni nga Motra? Më sa kilometër jeni larg Motrës? Unë jam në Mollës të Elbasanit, Motra unë të rikë, unë jam dhe gjysore në larg në Motra, gati 35 minuta. Por besoj çdo javë vjen edhe e shikon. Ashtu vite çdo ditë unë kështu e shikoj, po. Ajo puna punshuja për financë. E kuptoj qartë, ajo është e dëshpëruar. Edhe unë vetë kam një jetë të vështirë, edhe unë ka ndru jetë bashorti, po bëm 5 vite, 26 vjeç. 2 fëmijë që i kam një lagur. Edhe ju e keni humbur bashortin. Sa keq më vin ka që keni humbur dhe ju bashortin në një moshë të re. Po edhe mu më vijë burri me jam 46 vjeç, ran depresion, ndava për 2 javë miku burri. Djali mas më ka ikur me fjalë pa letra e ashtetit, atë unë në qova si minore në Itali, në Torino, edhe unë jam letra, më dhe mirë në ashteti nuk jam, me ilaçe jam dhe unë me gjelpora me gjitha, kalova koronën, kam bo gati 1 milion e qa lek ilaçe, akoma s'ka marrë vetëm, jam me preke mushkëri, e gjitha s'muni, me kesën gjoksit e me kesën në qafë mitrese. Më vika keqe dashurike, të shkuara, se kuptova që dhe ti pas ke shumë probleme me shëndetin tënd, por gjithsesi ne hym në këtë live gjithnjë për të ndihmuar afërditën. Jeni bërë ndonjëherë bashkë si motra edhe vllai për të menduar për fatin e afërditës? Ashtu jemi piqemi për ditë, flasim për ditë, nuk kemi mundësi me i dhoni shumë, me i dhoni ndihmë, ajo ka nevojë për ndihmë shumë financiare në atë pasë, për që kur ajse pije shikoj për shembull 2 orë ditë apo 3 orë ditë apo 4 orë ditë. Po nuk mundën me një mundë shumë për gjendje financiare. Se kemi qenë familje vujtur dhe akoma jemi të vujtur. Motra madhe ndrovi jetë, burri mua më ka ndru jetë, asina motët e mike nuk ka mundësi me fjalë që në të ndihmon. E kuptoj, por nipi djali Afroditës ka kontakte me njerëzit e babait, me halla xhaxhallarët? Ashtu ka kontakte me xhaxhallarët, me halla të sheta, janë në vend uj, nuk ose janë gjithë shumë me fjalë njerëzit, ato me halla janë shumë për vete, edhe një xhaxha pyet ka të vepër për vete, vetëm një xhaxha ka të saktë. Por të paktën i ka mbështetje djali, nuk është i vetëm. Ka dhe familjen e babait që e mbështet. Ashtu kemi mbështetur edhe ne me tezë. Po puna që nuk kemi mundësi me ndihmu të, ai për shembull kërkon të telefoni, u prish telefoni, kërkon të telefon tjetër, telefoni bën 300.000 lekë. Hike, unë dua ta mbyll këtë live me një mesazh që ti i drejtohesh gjithë institucioneve për motrën tënde të verbër afërditën. I lutem gjithë shqiptarëve, kudo që janë, me sa mos i të kenë, vonë me fjalë i dorë në zemër, për motrën time të verbër. Dhe për djalin e saj. Unë uroj dhe shpresoj të bëhet më e mira për Afrodita Alushin, për motrën tënde, për këtë 54 vjeçare, e cila sot ka ngelur e vetme me djalin e saj, i cili është vetëm 15 vjeç sa i ka mbushur, padyshim që ja ka nevojë për ndihmë, uroj që të reagojnë institucionet, që ajo të përfitojë kujdestaren e plot 24 ore, ka të nevojshme. Ajo është totalisht e verbër, fatkeqësisht dhe ka nevojë për një kujdestare 24 orë. E ka shumë të nevojshme. Ky ishte edhe qëllimi i këtij live-i, që zëri i saj edhe zëri juaj të dëgjohet. Unë ju falenderoj dhe u bëft më e mira për Afroditën. Faleminderit edhe ti thjesht mirë e familjen e gjithë shkretjen zemrëntar, të uroj gjitha të mirat. Të falenderoj dhe ju përshëndes nga Tirana. Mirë dashur miq, kjo ishte historia për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Unë uroj dhe shpresoj të bëhet më e mira për këtë nën, për këtë 54 vjeçare, pikërisht për zonjën Afrodita Alushi, e cila ka humbur shikimin e saj që kur ishte fëmijë. Uroj që zëri i saj të dëgjohet, mesazhin që ajo përcolli këtu në këtë live të dëgjohet nga institucionet, pasi ajo nën ka nevojë për një kujdestare 24 orë. Lutemi dhe urojmë të bëhet më e mira. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, mos
mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 ose të më shkruani edhe në rrjetet sociale. Ndërsa këtu lart tek fotoja mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube o dhe ta du me mandro ku unë çdo ditë me ju ndaj histori njerëzore. Faleminderit. Hey, përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme unë dua të ndaj me ju një histori dhe konkretisht historinë e Pëllumb Salliut nga Peqini, një 38 vjeçar i cili ka 2 vite që është divorcuar. Dhe gjykata ka vendosur në fund që 2 vajzat e vogla të ndahen. Vajza më e madhe të qëndrojë me babain, ndërsa vajza e vogël të qëndrojë me nënën. Ndërkohë që Pëllumbi pretendon se pas divorcit bashortja nuk ja lë të takoj vajzën, as të flasë në telefon, madje ajo nuk kujdeset për të bien duke e lënë me orë të tëra vetëm në shtëpi. Unë do e ftoj Pëllumbin në këtë live për ta dëgjuar historinë. Atëre Pëllumb, përshëndetje. Përshëndetje zëra Odeta, si kaloni, si jeni? Mirë, faleminderit. Më ke telefonuar se ke një problem. Po. Më tregon. Jam i divorcuar, kam mbi 2 vjet e gjys. Kam 2 vajza, një e kam marrë ish gruaja ime, një e kam unë. Po. Tash ish gruaja punon deri në darkës. Unë se ku punon, se që punon bën nuk më intereson. Edhe ma lën gocën vetëm në shtëpi. Sa vjeç është goca? 10, po 11. Dhe ku jetoni ish bashortja juaj? Në Lushnjë, qytetin Lushnjës. Po ju vetë Pëllumb ku jetoni? Në një fshat Peqinit. Ti ke qenë i martuar me kë? Si quhet ish bashortja? Suzana Digmozi. Po sa vjet keni qenë ju bashkë të martuar? 15 vjet. 15 vite? Pa. Po çfarë ndodhi? Pse u divorcuat të dy? Po shu dhe morëm si pretest të 2 palë neve, në asë njës nuk mund të rodhe do të qeti që jam mu dhe u divorcuam. Pa shkak jeni ndarë? Pa shkak, qeti që jam unë. Dhe shkoja jo dhe shkoja imja. Jo në më tepër. As e kam rrapur, as e kam dhënuar, as e gjo. Ashtu përkjell vetën ajo, dhe divorcin, u divorcu, edhe unë tani nuk duhet të le fëmijë vetën, sepse ajo fëmijë është kalamo. Ku do të diom në një shkendi elektrike, los me korrentin, los me gazit, të gjitha. Nuk mund të me sa kuptoj, nuk mund të një fëmijë vetëm në shtëpi, një fëmijë vogël. Ju sa kohë keni qenë divorcuar? 2 vjet. 2 vite. Po. Ndërkohë që vajzën e vogël ka marrë nëna? Po. Kështu vendosi gjykata që fëmijët të ndaheshin? Po. Ti ke takime me vajzën e vogël? Po. Po çfarë të thot vajza? Vajza thot jo, se vajza ku vjen tek unë, thot zut dhe ke mama. Vete ke mama, thot zut dhe ke baba. Po me ish gruan, ke folur me Suzanën që pse e lë vetëm gocën? Kam fol, e thot të bëjë doshje. Por ajë doshje, nuk jem në të që mos punoj. Unë nuk jem dakord vetëm me fëmijën, pse e lë vetëm. U do të që ndodh. Vje fëmija nga shkolla, vete shtëpi vetëm, në jetë palatit, rrit deri në darkës, 9:30 darkës, rrit vetëm në shtëpi. Edhe dajtë ma kejtë që s'vje pas në me telefon në gocët, nuk ka në me telefon në gocët, du të ke vetëm unë në me telefon në gocët, edhe s'ma e këti flasë dhe unë telefon të pës herë pas herë, qa s'ban. Por tani është normali që Suzana do punoj që ti jetoj. Ajo sa herë punon turni 2 dhe gocën e lë vetëm? Punon turni 1, turni 2, po normale që dhe se herë që gocë ku le shkollën, pas shkolla vetëm në shtëpi. Edhe rrideri në darkës, vetë në shtëpi, unë nuk e di as jam dakord. Edhe në me telefon gocës mos ma jep. Po kur vjen vajzat e ty, nuk ta jep numrin vetë vajza?
Jo, se ma mend se jam ma telefonin shtëpia, se jep vete. Po motra vajza tjetër që e mban ti, ka kontakte me motrën, flasin të dyja? Me motrën jo, flet me tamën, ma në telefon nanës. I ka komunikimet e mira vajza e madhe me nënën? Jo dhe shumë mira. Por pse? Po, aja thonë dhe rikë baba, kurse aja thotë hajde dhe rikë mamën. Po ja ke kërkuar ti që ta marrësh ti vajzën dhe ti mbash të dyja vajzat ti? I kam kërku. Unë kërkoj ti majtë të dyja edhe aja e kërkon ti majtë të dyja. Në fakt, ndarja e vajzave nuk është gjë e mirë, të dyja motrat kanë qef të rinë bashkë. Normale normal që s'është e mirë, po që i erdhi. Por kur flet me ish bashkëshorte me Suzanën, nuk i keni gjetur gjuhën e përbashkët për hir të fëmijëve? Se kemi gjetur do të se nuk ndjorë. Kësë unë a pjenë dakord, i kam thonë me të hamë me të pitët ma jonë, vetëm për mazda vajzët. I kam thonë flejë dhe vesh, jo mo, i kam thonë se rritë vesh, ke thonë tatën, ha të pje rritit ma jonë me zhe jo, vetëm për mazda vajzët, nuk ndjorë. Pas divorcit i ke kërkuar që aja të rikthehet prap? Edhe para divorcit, edhe në gjykat. Edhe në gjykat e kam kërkuar jo në gjykat. Me mu mos kesh punë fare, vetëm thjesht, hajde një dhe të majmë të shpijet, hash, pish, vetëm për mos nda vajzat. Me sa po kuptoj unë e ka kërkuar ajo ndarjen e para? Po, ajo. Me qa motivi kërkoj që të ndahesh nga ju? Motivi thjesht tha dhonë. Vete tha gjykat i kymë ba dhonë. Po vete gjykat në thonë t'i ka dhonë. Ta është mbjabi një fakt. I kam thonë gjykat. Kur unë këtë person kam dhonë. Mbjabi një fakt ju kam dhonë. Mbjabi një fakt. Që këtu më këtë rast ka dhonë. Është pa isuraj me urdhër mbrojtje, ndonjëherë? Jo. Të ka denoncuar në polici që ke ushtruar dhunë? Jo. Unë i thash avokat, ti ke qenë pas me jetë shumë, e rujtë mu. Po mirë, si ka mundësi o Pullum që pas 15 viteve gruaja, që ke ndarë gjithë shka me atë, gruaja, burre grua mi shëthua, themin e shqiptarët, si ka mundësi që aja doli me këto pretendime që më dhunon, se duket pak e habitshme, ju s'kishit 1 vit apo 2 vjet martuar, 15 vite, nuk janë pak. Edhe unë vetë, jam habitur, se s'ke pas aq probleme për ndarë, për të divorcuar. Pas 15 viteve, ti kuptove që ajo nuk ishte nëna e denjë për fëmijët dhe bashorët e denjë? Jo, asnjëherë, se kam akuzuar, as për tradhti, as për gjëra tjera, thjesht unë debat e fshati që të bëge punë. Se më duken pak të habitshme këto marrëdhëniet, edhe të vjen keq që 15 vite martesë të japin fund martesës për gjëra kaq të vogla që s'ka kuptim, se ti thuaj që ne s'kishim asnjë shkak për të ndarë, jemi ndarë për gjëra banale. Jo, për mosh pa shkak. Sepse as e ka gabim, as ka gabim. S'të ka dashur më dhe ka thënë po shkoj po divorcohem. Është e drejtë asaj. Është e drejtë asaj, më bëjë që dojtë, që njeri është i vjetë të shi, demokraci. Kurse mu me vjen kejtë të shi, se mos s'ona marrë telefon pas dite, se për një gotë në shkollë. E marrë pas një telefon, më thotë që jem punë. Kër vete shpirë në orë 10 darkës shpi, unë dhe jem gjomë, ose varet se është Terezia, ose është goca në gjomë, nuk flasë do. Po gjithsesi ti duhet ta mirë kuptosh, sepse ajo punon, sepse duhen të ardhura për të rritur vajzën që mban ajo. Kështu që duhet ta mirë kuptosh. Jem shumë dakord. A mund të jetë një fëmijë 10 vjeç deri në 10 darkës në shtëpi vetëm? Jo, edhe për këtë pjesë keni të drejtë që merakoseni për vajzën.
Keni të drejtë që me rakosin që... Po normal o dhe se që spandjojnë për ditë. E kapi kurrendi ose në anë gazit. A e fëmijë 10 vjeç kuj dje rëndësinë e jetës. Imagjino që vetë ikën goca nga shkolla vetë në shtëpi, dhe deri në orën 9 darkës o 10 darkës për në shtëpi. Po kur ti ke thënë Suzanës që ma jep mua gocën, me që s'ke mundësi, ma jep ta mbaj unë, çfarë të ka thënë? Jo, s'ta jep, ka kërku vetëm një firmë për të çuar nga shtetit gocë, për t'i ka shtetit një gocë. Ja ke dhënë prokurën? Jo, s'bavaki. Pra Suzana do që të largohet jashtë Shqipërisë, po ti nuk je prokurën. Jo, përsa ti jem gjallë, as nuk kam bënë me një tje prokurë. Po mua më vika keq që Suzana nuk i ka marrëdhëniet e mira me vajzën tjetër, me vajzën e madhe që e mbani ju. Unë gjithmonë kur ka dash vajza madhe, vajzës madhe ka bërë telefon, Suzana forcejt do i hyrë vajzën e madhe. Ose në loj. Edhe në 12 natës thot vajza e madhe dhe veke, mama unë jem të dru, ta qoj, në qko ki dojo. Kurse Suzana mu më ndalon, në takim, jo s'jam shpi, jo jam punë, jo jem të tjerë mbi përqarkës, edhe në më telefon të vajzë më jep. Po mirë, je drejtuar ti përmbarimit, zyrës përmbarimore që të ekzekutohet vendimi i gjykatës dhe ti ke drejtat e takimit? Jo, nuk kam vajtur. Po pse s'ke vajtur? S'ka vajtur se di ku duhet vejë, si duhet veproj. Vajtë në policinë e Lushës, s'ka vajtë me datë 3 shkullë policinë e Lushës, nuk më dhona që dhe detaje. Tha nuk ke po më nekë të në gjukatë, të hapë shgjyjë. Gjyqi është bërë, ju jeni divorcuar dhe gjykata ka vendosur që fëmijët t'i ndaj. Goca e madhe të qëndroj me ju, goca e vogël të qëndroj me nënën. Dhe nëna ka të drejtat e takimit me vajzën e madhe, edhe ti ke të drejtat e takimit me vajzën e vogël. Kështu ka vendosur gjykata. Po. Ti duhet të shkosh te zyra përmbarimore, që ky vendim gjykate të ekzekutohet nga zyra përmbarimore, nëse Suzana nuk të lejon të takosh vajzën, të pengon që të takosh vajzën. Po, te nuk e di. Unë thash nuk e di shumë gjithë të rregullat. Po di këtë që vajti për ta marrë gocën. Po. Edhe nuk ma dha. Tha jo nuk vjen. Edhe më ka lë gocën telefonu jam pondë. Ja vajt deri policinë e Lushës. Vetëm thjesht më thanë shko hap gjyq. Me ne s'ke punë. Po ke tha vetëm kaq. Po sikur të kishe marrë personin fjalësh në telefon që harës për më dhononosh, që të pomoshit ju? Anë tjetër, tha. Anë tjetër pomoshit një të gjohë dhe për moshë, i ka parë të bëj fëmin time o shqitë botës. Me tha që ti dashë më obet. Po patë më si të tha nërgu. Kështu të tha policia e Lushnjës? Po, me datë 3 shkurt. Sa kohë ke pa e takuar vajzën? Po bëj gati këtë 3 javë. Nuk ta kanë nxjerr fare në telefon? Ma nxjerrë, rrallë. Rrallë. Por ajo vjen ndonjëherë në peqin e takon vajzën e madhe? Me të thënë drejtën, për 2 vjetë të sa që jemi divorcuar, vetëm një herë ka ardhur ajo, si ishte ca ditë jashtë shtetit tonë, ka ardhur ka marrë gocën peqin dhe ka mbajtur 2 ditë në shtëpinë e saj, kurse herë tjera, të 2 vajzat, i kam çuar, i kam marrë pohën. Ti si e njohur me Suzanën, domethënë si jeni njohur bashkë për të kuptuar historinë që ka ndodhur në jetën tuaj, se më duket e habitshëm ky divorc. Me larsë ose me blesëri si e thoni ju. Ajo 22 vjeç, unë 26. 20 i bjet ke qenë prapërsisht. Okej, në moshë ka qenë. Po. Por si keni pasur jetesën të dy bashkë? Po mirë. Kur themi mirë, ç'a duhet kuptojmë? Tash i mirë, do më thënë, si mos mundësis që kishim si familje, punonim, halim, pinim. Por vitet e fundit, pse filluan grindjet mes teje dhe asaj, që shkuat në divorc më pas? Divorcit, edhe unë sa ka marrë vesh zgarë. Po çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Sepse unë isha në punë e toka, kjo merë vllai nga Italia. Dhe thë, hajde po
thotë se kam problem në Shqipëri. Po zonë, po bëndër, po jo. Më duket pak e habitshme kjo. I vllai sa nga Italia. Ty me nejtë të pim kafe, si që 4 ditë fshati, ta unë kam marrë një vendim e tha vllajt, ta kem nga ku dhe ike. Po që dhe ike, hazë nuk mundi të më këto. I thamë që të mungon, jo nuk është të më. Ik, thash, nuk matë me zërë në bizot. Po, normal, është e ditur kjo. Po, kam marrë një vendim, tha nga ku dhe ike. Ik, pa që dhe ike ca ditë dhe di moshet meja, kjo është tekla dhe këtheja. Dhe të vile dhe gjujnë kishpia. Por ajo iku, në momenti që i theti ik? Iku se i vllai nga Italia. Vllai e mori, erdhi dhe e mori. Po, e mori ikën bashkë, në basa ditë që ledha gjyqit për divorcin, mi për vllai e mori që e shpit vetë këte dhe i më Itali. Kjo vetëm për shpia prindërve, shpia vllai. Pra ti nuk patë mundësi të flisje prap me Suzanën, që pse mori këtë vendim të ndahesh nga ty? Folo, i vajtëm i shpia vajtë kësaj, ta unë këtë nuk mund të ashtu të madhë. Në rregull. Ti shqipë të rezitu, ja thëmë të shokë mija. S'patët konflikte? Jo, po, rafë, të shqipë të bërë. Po të shqipë fjallë shpia ka. Po, pa tjetër. Po jo dhe këtu, që vajti. Thash një dytë, se thajmë, e ke dhonon, tha avokati ke bosh, ke bëshu. E ka telefon 200 euro në gjetë zonja është. E kam blehu nësh. Po ta kishë dhonon, është me policia telefon është. I dhe policia është me ashamo. E kuptoj. E i tha pësaj, falti zonja të shumë. Kur ka prek me dorën dy, jo, tha ke qu dorë. Tha ke qu dorë. Të shi nda të qu me dorë, në qëmërë është qu dorë është. Por unë e po ashtu për dashuri, i thash e saj. Mi dhe filloj avokat, i thash avokat, nëse ka mos jetë është mbucë, po flasë me te. Po. A jem avokat mërojtës. Ti meri legët dhe se ashtu ripën nga legët, se ka legët të shumë, se ka dhezën dhe rritë të shumë. Po jetë pështosh në gjona që sionë të shumë, avokatë. E kuptoj, ndërkohë, pasi u divorcuat, mundet do të flisje me Suzanën që ti thoshe pse më nxore dhunues në gjykat përpara gjykatës? Se ti pretendon që nuk ka ekzistuar dhuna, as fizike, as psikologjike ndaj saj. Jo, psikologjike ndoshta dhe mund të kemë bënë ai fjalë të tepër. Nuk mund të them se ndoshta kam thënë herë që fjalë domosdoshmë nuk do të shprehë, jem shpreh, po dhunë fizike jo. Po për çfarë i ke bërë? Ishe xheloz, për çfarë i bëje, nëse ke ushtruar dhunë psikologjike? Jo, xheloz, hasa s'ka që ndaj me, hasa ndaj asaj. Po xheloz. Po për çfarë vinin këto konflikte? Se më duket e habitshme. Se ju keni jetuar mirë, keni punuar, s'keni patur probleme me ekonominë, keni bërë jetë normale. Domethënë, për çfarë ziheshit? Po thjesht punë fshati, pse se ke bërë këtë, pse e ke bërë këtë? Ishtë të dy anasjel, edhe unë i bëja fjallës edhe e mo. E këtër ishtë të dy gjërë, pse se bërë këtë punë, thot e mo, se i thojmë se se ke bërë këtë punë. O pullum, po seriozisht për këto gjëra jeni ndarë? Pse se ke bërë ti këtë punë, pse se kam bërë unë, se është gjuna më të shkatërosh familjen për këto gjëra? Kjo është gjëna, është shumë gjëna, të edhe që të lësh dy fëmijë më kada rrugët, po dhe këtu vajti. Më mirë, si qka edhe martesa ka dhe divorce, kjo është jeta. Do t'i pranojmë të gjitha gjërat që na ndodhin në jetë, por ti më telefonove dhe kërkove që problemin me vajzën, që ke merakun e vajzës të vogël se ajo jeton vetëm me idenë që nëna është në punë gjatë gjithë kohës. Po deta, unë nuk jem me këte që ajo mos punoj. Jo, pa ajo do punoj. Edhe ti është a logjike të mendosh që ajo s'duhet të punoj, ajo do punoj se do ushqehet. Është normal, nuk jem xheloz sepse ajo punon, se do të punoj do ushqej vajzën. Por
unë nuk kem dakord vetëm me këtë. Që në më telefon vajzë në radhë parë që mos ma jetë. Radha dytë që unë takimet si pas rregullit gjykatës nuk i bëj. E treta, nuk është e mundshme një fëmijë të ikë nga shkolla vetëm, dhe në shtëpi, 3 deri në 9 darkës, 9 gjysmë darkës, 10 darkës, vetëm në shtëpi, unë me këtë jam dakord. Prandaj divorcet janë një traumë për fëmijët. Ata e përjetojnë më shumë se ju të dy jeni të rritur edhe i ndani gjërat, por fëmijët e përjetojnë, sepse ajo do dhe nënën, do dhe babain ta ketë afër. Sikurse edhe vajza e madhe që e do nënën. Por kjo largesa, gjithmonë mundohem të jem transparente për të patur edhe zërin e palës tjetër, të palës së akuzuar. Dhe në këtë rast bëhet fjalë për ish partneren e Pëllumbit, zonjën Suzana, 36 vjeçaria, e cila pas divorcit ka marrë vajzën e vogël dhe shlarguar drejt qytetit të Lushnjës pranë familjarëve të saj. Do dëgjojmë dhe versionin e saj, por i pranishëm do të jetë edhe ish bashkëshorti. Pra, Pëllumbi do vazhdoj të qëndroj të jetë me mua. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ka marrë një denoncim nga ish bashkëshorti juaj. Po? Që vajza me të cilën, vajza e vogël që jeton me ju pas divorcit, babai pretendon që vajza rri vetëm, është e vogël në moshë dhe ai ka merakull se mund t'i ndodhi diçka e keqe. Vetëm kaq që ka thënë. Nuk do të punoj, do ta ushqej vajzën. Patjetër, jam pro kësaj gjëje që duhet punosh. Apo jo? Unë e kam këtu, Suzana, unë e kam këtu Pëllumbin. Po. Dhe Pëllumbi mund të flasi, mund t'i flasësh Suzanës. Mund t'i thuash, vajza rri vetëm në shtëpi apo rri me rob tjetër që kush e bën vajzën? Nëse Pëllumbi e bën këtë gjë, e bën është shumë gabim që e flet një herë këtë gjë. Sepse e di më së miri se si po rritet edhe si po rri vajza. E di më së miri, edhe unë nuk mund të flas sepse nëse i do një qartësim, që mund të ballafaqohemi edhe të flasim gjërat, edhe nuk kesh vetëm fillimin për atë që i po flet. Mund ta pyesësh në brendësi nëse edhe pastaj flasim prapë. Në prezencën tënde. Ka pasur dhunë Suzana ndaj jush? Urdhra? Ka pasur dhunë ndaj jush? Pëllumbi ju ka dhunuar? Po, psikologjike ka pasur dhe ka akoma. Akoma vazhdon ju ushtron dhunë psikologjike? Po. Pëllumb, pse ndodh kjo gjë? Nëse do ta qartosh, kam video, kam SMS dhe nëse do që ta vërtetosh, unë jam e gatshme, nëse e do këtë gjë, okay? Pëllumb, a mund ta dim pse ushtron dhunë psikologjike te gruaja prap? Më fal, zëri pa një sekond. Ai ka munguar ndonjëherë ai ka vogël telefon sikur se unë do si pas gjykatës do të rrej fëmijën time. Do të marr fëmijën time në shtëpi sipas urdhrit gjykatës, sipas gjykatës që don vendimi gjykatë. Kjo gjë nuk është zbatuar as nga Pëllumbi, edhe unë gotën e kam lënë me dëshirë të lirë, jo që nuk dua unë, edhe kur nuk ka dash gota unë e kam çuar. Edhe këtë Pëllumbi e di shumë mirë. Vajza e madhe e mban telefonin të figut. Pse ushtron ti dhunë psikologjike ndaj asaj vajze për ta larguar nga unë me këtë drejtë? Ku ka faktet? Pse vepron kështu në të mënyrë? Ti sa herë do me gocën e madhe forca herë dush, se ka telefon në vet. Kur s'u do të marrë lekë ty, ka në dogan, pastaj çfarë me gocën? Suzana, me gocën e vogël ke fol sa herë ke dash. Kurse herë, jo jenë punë, jo gocë shkojë e gjomë. Në rregull. Që se jetë nëmë në gocës? Që se jetë nëmë në gocës? Ti shketi nëmë në gocës, që shketi nëmë në gocës madhe? Është telefoni im që ti ke fol sa herë ke dash me vajzën e vogël. Nuk kam se flas me ty ma, se ti do të thonë ty, për sa folëm ti folëm me ty, të shi do të flas me gocën. Pse ti se jetë nëmë në gocës? Patjetër me gocën do flasësh sa herë të duash. Nuk të është mbyllë. Unë do të flasë në moment. Do të flasë në moment. Si që ma ke mbyllë ti mua, okej? jo, Pëllumb, tani të lutem. Tani edhe kështu unë dua të flas tani në këtë moment i thuash ajo është në punë. Nuk do lër punën. Tani vetë sa gjëra ti duhet i kuptosh, Pëllumb. Zoja tjetër. Pyet vajza vogël ka telefon shtëpi apo s'ka? Nëse nuk ka vajza vogël telefon shtëpi, ha jam dakord. Po, Suzana. Pyet Suzana,
Ka vajza po në shtëpi, i ka në telefon Suzana mos ka. Ja të lutem, ta dëgjojmë pak Suzanën, të lutem pëllum se ty të dëgjova. Suzana po. Nëse do që të bindesh këtyre gjërave që ai po thot, ai është shumë larg gjërave që i bën vetë. Unë tani jam në punë dhe nuk mundem, nëse do mund të flasëm herë tjetër, të lutem. Ose të lëm takim. Sepse jam në orar punë dhe unë kam Mirë, Suzana. Njerëzit janë rrallë edhe nuk mundem më tepër. Mirë, Suzana, të falenderoj dhe të mirë kuptoj, je në punë, të mirë kuptoj. Nuk e di, ke di çka pëllum të fundit për t'i thënë? Urdhra? Po i them pëllumit. Unë do thjesht nomën e vajzës, qas vajzë sa herë do, unë jo sa herë doj e ama vajzës. Edhe e dyta. Kam vetë të marrë vajzë e dyja, do të marrë e dyja vajzën. Jo s'vjen, jo të dikit e dikit. Suzana, a i kërkon të flasi me vajzën në telefon dhe ta marri 2 herë në javë si që ka parashikuar gjykata. Po pa tjetër. Një dyja. Ti pa gjykata. Po thot ajo, o pëllum. Sepse vajza ka telefon. O pëllum, Suzana po thot po. Ti ke shkuar ta marrësh vajzën? Pyete Suzana pra, të ditë që i ka vajtë të hyrje pa dhatë dhe më sa që sajë vajzë se të hiki të kam kjetër e të saj. Edhe kam e jem këtë bashkë ma shpi. A i pretendon që vajza ka telefon dhe ti si a jep numrin e telefonit të vajzës? Vajza më shumë telefoni edhe i fikur se sa përsa për këtë numrit, përsa për këtë bisedave me gotën, atit nuk i ka munguar 2 herë, 3 herë, çdo ditë po e po. Nuk e di se bën të gjë. Oj, zan, du të flasë 3 herë ditë në qërë si ka. Nuk po të du mos bezdis fare këtë telefon. Si eshtë du numrin e gotës, flasë me gotës. Se ti po dojeve falë mëmër, nuk janë një dhere këtu. Ta shi me kjerin dhere këtu, unë du që të vajzën. Mirë, Suzana. Qka punën me ty? Suzana, unë të falenderoj që u përgjigje telefon dhe pse e në orar të punës dhe i dhe përgjigje ish bashortit tënë, më vjen shumë keq që... Kam shumë përgjigje për të të dhënë ati, edhe nëse unë jam në një vendim apo në një përgjigje gabim, këtë gjë mund të vërtetosh vetëm nëse ne jemi përballë. Ai ka bërë shumë gabim që e ka hap vetës të gjë, sepse përsa i përket anës ligjore, ai bie në këmbët e vetë. Oj zan. O të jap ti numrin e gocës që nuk ose du ose për nëshë gocë që ka më doritë pa nën baba. Jo, tani pëllum, çfarë janë këto pëllum? Pëllum, nuk të lejoj unë tani kështu, pëllum, tani to janë kërcënime psikologjike që ti bën ndaj saj. Tani çfarë janë këto muhabete pëllum? 2 goca do vi pa nën e pa babë. Ç'o do thuash ti me këtë? O teta. Po jo tani të lutem tani, jo, po shqetësohu tani, se s'të lejoj unë të flasësh kështu pëllum. Tani ajo po të sjaron dhe po të thot që goca telefoni më shumë është fikur sa ndezur. Sa herë që ke marrë te telefoni im, thot unë ja kam dhënë vajzën, të vi ta marri. Tani ajo po t'i sjaron sa gjëra. Ti ke shkuar ta marrësh vajzën. O teta, ajo po është gjatë, pse ajo gjatë punës fal me gocës e herë dori. Që ka gocë që ka ajo. Po mirë, ti ke të drejtë të merr malli për vajzën, do të flasësh, por tani të lutem, qetësohu dhe fjalët që nxjerr nga goja mati një herë para se ti nxjerrësh nga goja. Dhe më le ta dëgjoj Suzanën për herë të fundit se është në punë dhe të dy duhet ta respektojmë punën e saj. Suzana. Jo, të lutem, më lër të dëgjoj pak Suzanën dhe pastaj flasim bashkë. Suzana. Unë këtë bisedë dua ta çoj deri në fund, nëse ja nisi. Edhe dua ta çoj me rrugë ligjore. E kërkon të gjej? Sot unë jam në punë, këtë tjetër lëm takim. Në rregull? Në rregull, unë ju pres në takim, mund të takohemi. Po më dëgjoj të them, edhe ligjore, edhe privat. Tash ti nuk... O do të fali se no. Tash ti s'do... Suzana, miru pafshim Suzana. Suzana, miru pafshim. Ti kemi përbashkët, sfidi do siç do ti duam. Po unë të lutem, se Suzana u largua nga lidhja telefonike. Tani, edhe ti duhet të jesh pak i matur në fjalët që nxjerr. Nuk mund t'i thuash ish gruas, unë do bëj atë që fëmijët të rrinë pa nën e pa babë. Ç'a do të thuash me këtë? Ç'a do të thuash me këtë? Çfarë, po e kërcënon? Se kërcënon. Jo, ky është kërcënim. Tani të lutem, mua nuk më vën dot për budalle. Ky është kërcënim. Ç'a do të thotë? Jo tani të lutem. Tani unë e kuptoj që ti je i shqetësuar, të merr malli për vajzën, do ta kesh pranë vajzën, por
Me sa kuptova unë nga ajo lidhje telefonike, ajo tha jam në punë, e hapi telefonin, na u përgjigj dhe tha unë nuk e pengoj vajzën. Çfarë sa pengon? Nuk e pengoj vajzën, çfarë kërkon më shumë? Ndoshta ajo si nën është e kujdesshme. I ka bërë një telefon vajzës, ja lën me orare të caktuara, që mos ta dëmtoj gocën të rri gjithkohon në internet. Po do të fal me vajzën telefon. Pse mos ma hapi vajzën telefonin, po dhe presë kur të leja punën? Po sigurisht more Pullum, ajo nuk do lër punën më Pullum, sepse ajo do haj, do jetoj tani, ç'është janë këto mendime tani, të lutem. Me këtë jem shumë dakord të ushqehet. Por atëherë nëse ajo do shkojë në punë, edhe do ushqehet normalisht. Sepse goca ka telefon. Se ajo gjatë orarit punës se me goca telefon, fal me goca, çfarë bën çfarë bën. Ora ajo e sqaroi që telefoni i vajzës rri më shumë fikur se sa ndezur. Pullum, vetëm qetësou dhe është e gatshme që edhe të takohet. Kështu që unë të premtoj që do lëm një takim, do vi dhe unë, të tre bashkë, dakord? Okej, Odeta. Mirë, të falenderoj që të pata në këtë live. Faleminderit. Gjithë të mirë, mirupafshim. Mirupafshim, përshëndes. Mirë dashumish, kemi ardhur në fund edhe për këtë live me shpresën që prindrit, këta dy prindër, të gjejnë gjuhën e përbashkët me njëri tjetrën, të ulin tonet e zërit dhe të prinderojnë të dy, për të dyja vajzat, të cilat ka nevojë si për erën e nënës, ashtu dhe për erën e babait. Ne kemi lënë një takim, uroj të realizoj sa më shpejt ky takim. Faleminderit që më ndoqët dhe qëndruat deri në fund të kësaj video. Mos harroni të lini poshtë komentin tuaj dhe të abonoheni në kanalin tim zyrtar Odeta Dume Mandro. Faleminderit!